Megjithatë nuk është hera e parë çfarë ndodhi. Ngjarje të tilla kanë ndodhur edhe për shembull mars të vitit 2021, po ashtu me 10 mars të vitit 2019 ku janë anashkaluar shqiptarët dhe fatkeqësisht kjo domethënë neve na vazhdon të na përsëritet. Dhe kjo do të ishte një këmban edhe për partitë politike shqiptare edhe për liderët tonë që edhe këta do duhet detyrimisht të ulen, të bisedojnë edhe pse jo për shembull edhe për një platformë tjetër, një marrëveshje të re shqiptarëve, për shkak se më thënë kjo ishte vërtet një porosi sikur donin të na thonë se ne jemi ata çfarë duhet të kujdesemi për shtetin, ndërka që juve nuk ju bëjmë hesap, na llogaritin si qytetar dorës dytë dhe kjo vërtet nuk duhet të ndodhë. Po megjithatë takimi i sotshëm atë për mendoj se ishte vetëm për të amnistuar njëri tjetrin, për shkak se ngjarje tragjike kanë ndodhur në kohët kur të dy partitë kanë qenë, për shembull ndodhi spitali modular, siç e përmendëm, ngjarjet e autobuseve në Bullgari dhe në Llaskac, dhe normal përgjegjësia duhet të ishte atëhershme, por edhe përgjegjësi kjo qeveri sigurisht se ka.